jemi njësia speciale, komando e UÇK-s me emrin Tigrat e Zi. Jemi të specializuar për një luftë guerrille me aksione blitz. Në anën e majtë gjenden snajperistat, e qënë Shqiponjës është vëzhgus, ju afrohet sërve shumë afër. Snajperist dytë e ka pseudonimin Rosh, se menon që është i ëmbël. Ja pra, këta janë këta snajperista. Kemi armatimin antitank, edhe më shumë të edon që të armatim. Të tjerë që janë, jo të shifni, me kalasha. Morali ty në luftërak është qaq nivelin e nalë që besoj se do të kishte ushtar tjetër i tjera vise moral, sukur se kanë Tigrat e Zi. Para se të flinte djali vllau tim Nipi, gjithmonë kishte dëshirë t'ja këndoja këngën tira-rira-rira-rira-rira. Në atë moment çdo gjë u mbulua me zhurmën e bombardimeve. Dola nga shtëpia, askush nuk i dinte arsyeën e granatimeve, bombardimeve, vinte nga gjitha anët. Më vonë, pas 2 javë ditësh, jemi takuar me familjen time sepse gjithkush iku në drejtimin e vet. Ishim të parë matosur. Shtëpinë ma dëgjën, atë që këshim bërë prindrit e mi për 40 vjet më radhë, e dëgjën me një fije shkrepse. Unë kur jam i gatshëm për aksion. Jam në gjendje sikur të fluturoj, mos të prekin në ajër, veç të më në për ajër. Jam shumë guximshëm. Jam aq sa strem na pi kërkujt hiç kur gjë, se jam betu për këtë. Tregova më përpara është vendi jam, s'kem ku shkoj për atas, tregova më as pak. Komuni mos njëtë me vëzhgu. I përqerni tankët, autoblindat, forcat e tyne, sa forca po bin, ka po qarkullon. Bahnin 2 grupe. A kupton?